Normalisht që njeriu si krijesë e mrekullueshme e Zotit ka një cikël shumë interesant të zhvillimit jetësor. Zoti e krahason atë me rremën e hënës. Pra, siç nis hëna, një vijë e hollë, dhe vjen një moment kthehet sërish si një vijë e hollë, si një rremë e hollë, si ajo dega e hurmës, e përgjason Zoti në Kur'an me degën e hurmës. Kështu është edhe cikli jetësor i njeriut. Pra, ai e nis jetën e tij në një situatë shumë të dobët, ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për përkrahje, derisa vjen një moment që i duket sikur s'ka nevojë për asgjë, dhe vjen në atë fazë që u that, pra kthehet edhe një herë si një fëmijë dhe ka nevojë për përkujdesje deri në fund. Vetëm kjo të analizohet, mënyra se si zhvillohet jeta e njeriut, është një fakt dhe një argument i mjaftueshëm se kjo jetë menaxhohet nga një Zot, nga një krijues. Për këtë arsye dhe Zoti në Kur'an u thon jetën e njeriut në momentet e ndryshme dhe fazat e ndryshme të zhvillimit të jetës së njeriut i jep si argumenta në Kur'an, i jep si argument që është një Zot i cili ka, pra nuk jemi ne ata të cilët e zhvillojmë jetën tonë në këtë lloj cikli jetësor. Nuk e zotërojmë në gjithë ciklin. Është dikush jashtë nesh që ka përcaktuar këtë lloj cikli. Sepse po të ishte për njeriu do të dëshironte të rritë gjithmonë në fazën e rinisë. Mirë, po është dikush tjetër, pa është dikush tjetër i cili ka ndërhyrë në jetën tonë. Është dikush tjetër ai i cili na e ka dhënë, domethënë, aftësinë, na e ka dhënë le të themi shqisat, na e ka dhënë aftësinë për të kuptuar, mendjen për të analizuar dhe çdo gjë tjetër. Pra njeriu, sikur asgjë mos shifte në jetën e kësaj bote, vetëm vetja e tij, vetëm mënyra se si zhvillohet, domethënë, cikli jetësor i tij, kjo do të ishte më së mjaftueshme të kuptoj, sepse nuk kemi ne ata të cilët kemi vendosur kalendarin e jetës. Mënyra se si ne vendosemi në jetë, pozicionet e ndryshme që ne fitojmë në jetë, punat e ndryshme, profesionet e ndryshme, gjitha këto janë pas zgjedhjen tonë. Ne, domethënë, ndodhemi përballë fakteve të kryera. Shumë herë në jetë ne kemi pasur, domethënë, dëshira nga më të ndryshmet, Zoti nuk na ka çuar aty, na ka çuar diku tjetër dhe ne jemi në një pozicion shumë më të mirë se sa që ne kemi admiruar se kemi synuar. Pra, gjitha këto janë fakte dhe argumente se jeta jonë nuk është krejtësisht e menaxhuar prej nesh. Ne jemi, le të themi, lojtar në jetën tonë, po është dikush tjetër i cili ka vendosur rregullat. Por pikërisht për këtë, domethënë njeriu duhet të kuptojë se ky që ka vendosur rregulla është rregullatori dhe ligjvënësi. Atëherë krijo raportin me ligjvënësin, krijo raporte me rregullatorin. Pra, me arbitrin, krijo raporte me atë i cili ty të ka sjellë në jetën e kësaj bote.